Ndërhyrje në kanalin e ujrave të larta, por dhe në zonat problematike të qytetit, shembje të gjithë ndërtimeve mbi kolektor. Pas pastrimit të kanalit të Naunkës, vijon puna në ambiente të tjera me qëllim evitimin e të gjitha problematikave që shkaktojnë përmbytje në qytet. Kryetaria e Bashkisë Vlorë, Brunilda Mersini, gjatë një inspektimi në kanalin e ujrave të larta, ka theksuar domosdoshmërinë e ndërhyrjeve edhe për shkak të problematikave që lidhen me ndërtimet mbi kolektor, për të cilat do të ketë dhe shembje. Në fakt nuk ka nisur me këtë, ka nisur me pastrimin e kanalit të Naunkës, që siç e dini është një kanal që ka një peshë kryesore në mbarvajtjen e qytetit për përballimin e përmbytjeve. Edhe herë të tjera kam theksuar që Vlora është qytet bregdetar dhe kuotat e lejojnë në kuptimin e natyrës që të shkaktohet përmbytja. Dhe lufta jonë është që sa kohë duhet të rri ujë në qytet. Pra përmbytje ne nuk mund të themi që një qytet bregdetar nuk do të përmbytet, por ne luftën e kemi sa kohë do të rri qyteti në ujë. Dhe në kuadrin e këtij objektivi, ne vazhdojmë pastrimin e kanalit dhe tani ka filluar pastrimi i kanalit të ujrave të larta, që fillon te baseni i rrugës mbi spital. Siç e dini, ne po thellojmë basenin, një strukturë që me vite kishte humbur funksionin e vet, sepse strukturat pritse kanë funksionin e tyre në menaxhimin e përmbytjeve dhe pjesa mbi Karabash, që aty kemi një problem ku ka ndërtime të banesave direkt mbi kolektor dhe mbi kanal. Dhe kemi marrë kohën që në zbatim të projektit të bëjmë afatet e njoftimit për të larguar, sepse aty do të ketë prishje. Do të ketë prishje strukturave, duhet i futemi gjërave, t'i bëjmë me seriozitetin e duhur, se vërtet mund kenë problemet sociale të disa banorëve, por ligji parashikon që ne mund t'i asistojmë me bonus qeraje, me banesa sociale. Pra ne do të vazhdojmë atë projekt që qyteti të fillojmë ta menaxhojmë qytetin, mos ta lëmë në ujë, dhe ajo që ndodhi në tetor të vitit të kaluar 2024 mos na ndodhi më në Sytan, ku edhe bizneset e zonës Muradijes për fragmente të disa minutave u shkatruan. Ne jemi përgjegjës për këtë. Duhet bëjmë maksimumin që mos të shikojmë prapë të njëjtën situatë dhe në vazhdim të kësaj, siç e shikoni, kemi hapur kolektorin kryesor të qytetit, që edhe këtu ditë më përpara ne prishim një lavazh që ndërtuar me kolektor, te Gega Oil, zyrat e Gega Oil janë mbi kolektor, pra ka ndërtime dhe pak më tutje segmenti kanalit është mbushur në mënyrë të papërgjegjshme me beton dhe kanë totalisht nxjerrë jashtë funksionit të kanalin e qytetit. Ndërhyrjet synojnë të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e situatës së përmbytjeve në qytet. Puna do të vijojë me intensitet, me qëllim që në periudhën dimërore të sezonit të ardhshëm të kemi një situatë sa më normale, sidomos për shkak të rreshjeve. Nuk kam koment te kjo, sepse nuk përshkruhet probleme që ne ndeshim në teren. Unë u theksova mand që kanali aty është mbushur me beton dhe i ka lënë qytetit vetëm një 50 cm kanal. Pra nëse therrësia këtu le të themi është 1.80 kuota, aty vetë 50 cm. Dhe ju e kuptoni që disniveli kuotave bën totalisht jashtë funksionit kanalit. Problemet janë komplekse. Këtu, siç e shikoni, po ndryhym tek kanali i ujrave të zeza, sepse edhe këto strukturat e pallateve nuk i kanë lidhje direkt në KUZ, edhe këtu po ndërhym. Diku te ky bulevard që është po ndërtohet, ne po korrigjojmë disa probleme prap të lidhura me përmbytjen, pra po përpiqemi të menaxhojmë gjithë situatën në qytet, aty ku ne mund të ndërhym, dhe jam shumë besim plot që gjithë këto ndërhyrje do të kenë impaktin që në gusht dhe në shtator, pra në prag të Vjeshtës edhe të afrimit të dimrit, ne të kemi akses për të ndërhyrë në këto struktura, ti pastrojmë që dimri të na i gjejë strukturat e përgatitura. Pra jo kur ndodh përmbytja ne të vrapojmë për të pastruar, sepse nuk ka kuptim në atë momente. Përgjegjësia jonë është në kohën kur janë përcaktuar pastrimet. Ndërhyrjet për pastrimin e kanaleve në qytet do të vijojnë dhe do të shtrihen në kohë me qëllim largimin e të gjitha strukturave të ndërtuara mbi kolektor dhe evitimin e problematikave që ato shkaktojnë.